Tema për sot është puna që shkon dëm. Psalmi 127, vargjet 1 dhe 2, është dhe psalmi që neve sapo lexuam së bashku. Gjërat që shumica e njerëzve dëshirojnë të arrijnë. Zakonisht janë kenë një jetë familjare të qetë, të mirë. Kenë siguri financiare, për shembull fëmijët të shkojnë në një shkollë të mirë, aq më tepër të dalin, do ishte mirë që edhe të dilin mirë me mësime, e të rregulloheshin e kështu me radhë. Të jemi të mbrojtur nga dhuna e kështu gjëra, të jemi të sigurt, të ndihemi të sigurt. Ky është sukses në punën tënde, këto janë gjërat pra që njerëzit përpiqen që të kenë tek në jetën e tyre. Për ne që jemi besimtarë dhe mblidhemi të adhurojmë bashkë Perëndin, ne lutemi dhe shpresojmë që adhurimi që neve po bëjmë sot bashkë të jetë një adhurim i kënaqshëm për Perëndin apo jo. Lutemi gjithashtu dhe kemi dëshirë që edhe kisha të rritet edhe fjala e Perëndisë të shpallur. Por a keni dhënë re që të gjitha këto gjëra janë kotësi e kotësive nëse ne nuk kemi Zotin në jetën tonë. Shumë njerëz janë përpjekur sa me gjithë forcat e tyre, me gjithë gjërat e tyre të mundshme për të arritur diçka në jetë, por nuk ja kanë, mund t'ja kenë arritur, por në fund të fundit përsëri janë ndier bosh, nuk janë ndier të arrirë, nuk janë ndier të plotësuar. Edhe siç e dim, njerëzit shpenzojnë shumë kohë dhe energji për të arritur. Madje le të themi që shpenzojnë të gjithë jetën e tyre për të arritur këto gjëra. Le të lexojmë edhe një herë nga Psalmi 127, vargjet 1 dhe 2. Në qoftë se Zoti nuk e ndërton shtëpinë, mëkat lodhe ndërtuesi. Në qoftë se Zoti nuk e ruan qytetin, mëkat e ruajnë rojet. Është e kohë që ju të qoheni herët dhe të shkoni vonë për të pushuar dhe për të ngrënë bukën e nxjerr me punë të rëndë, sepse ai u jep pushim atyre që do. Çfarë ka dashur të thotë Psalmi me këto dy vargje? Janë dy vargje interesante sepse të gjithë njerëzit përpiqen dhe mundohen që të arrijnë diçka. Por pyetja është dhe çështja ngrihet, a janë të kënaqur, a ndihen të plotësuar? Edhe kjo është një shqetësim shumë i madh, sepse njerëzit edhe pse i kanë arritur këto gjëra, në fund ndihen keq, në fund nuk ndihen të plotësuar. Dhe kjo ndodh sepse nuk kanë Zotin në zemrat e tyre, nuk kanë Zotin në jetën e tyre, nuk kanë Zotin në këtë lloj nisme që neve kemi. Shpeshherë sa prej nesh luten ose e sqarojnë të punë me Zotin, një nisëm, një diçka që neve kemi dëshirë të bëjmë. Sa prej nesh shpenzojnë kohë të luten që të kuptojnë, të arrijnë të kuptojnë, a është diçka që çfarë unë jam duke nisur për të bërë, a është diçka çfarë Zoti do, apo është diçka çfarë unë dua? Dhe këtë gjë neve shpesh e harrojmë për të lënë Zotin ta bëjmë pjesë të jetës tonë. Edhe shpeshherë ne e humbasim fillin. Por Zoti duhet të jetë në të gjitha nismat tona, tek familjet tona, tek shtëpitë tona. Kimet e veta ti është një pjesë e një familje të madhe, nuk ka asnjë të keqe të dëshirosh diçka të tillë. Por nëse nuk është Zoti, Zot në shtëpinë tënde, në familjen tënde, në nismën tënde, mëkat mundohet. Koha e ka treguar, edhe është interesante, po ta shikoni të gjithë njerëzit që i kanë arritur pasuritë e tyre, kanë arritur majat, çfarë ndodh? Ndodh që ata ndihen në fund fare të jetës së tyre, ndihen të paplotësuar, bosh. Nuk duan, edhe thonë, e gjitha kjo ishte kotësi e kotësi, sepse shpirti, fryma që Zoti ka dhënë, fryma e jetës që Zoti ka dhënë,
kërkon që të ketë një lidhje me kërkon që të ketë një lidhje me Zot. Tek psalmi sa po lexuam, fjala shtëpi mund të referohet tempullit, por konteksti sugjeron dhe i referohet shtëpisë apo dhe familjes. Dhe çfarë do të thotë kjo? Qofse neve nuk e nisim siç duhet këtë punë, kot mundohesh. Është një lloj sikur të bësh muret e shtëpisë, po mos të bësh themel. Po mos të bësh kollona. Edhe thua nëse do të mbajti. Është sikur të vendosësh të bësh çatin ose t'i vesh solet pa mbajtëse të fuqishme, pa kollona të fuqishme. Është një lloj sikur një në klas parë ta çosh klas 5 për shembull. Është një lloj sikur një që është për gjimnast ta çosh në universitet. Pra ka të veta. Edhe Zoti këtë kërkon që neve të jemi të bëhemi pjesë ose ta bëjmë Zotin pjesë të jetës tonë, të nismave tonë. Është e kot që ne të marrim këtë lloj mundimi. Kush do familjen, thot Zoti tek Mateu 10:37. Shkoj ta lexojmë së bashku. Është diçka, është tjetër. Ai që e do atin ose nënën më shumë se mua, nuk është i denjë për mua, dhe ai që do birin ose bijën më shumë se mua, nuk është i denjë për mua. Mateu 10:37. Pra nëse neve kemi një lloj dashurie, sepse në fund të fundit neve te Zoti kërkojmë të gjithë mbi. Sado që ta duam nënën tonë, sado që ta duam babain tonë, sado që neve të mendojmë që babai jon është më i fortë, më i fuqishëm, po në fund përpara Zotit të gjithë përulemi. Duam apo nuk duam ne? Dhe po te Mateu 22, vargu 37, Jezus i thot, shiko, duaje Zotin Perëndin tënd me gjithë zemrën tënde dhe me gjithë shpirtin tënd dhe me gjithë mendjen tënde. Pra që ti jesh në rregull me Perëndin, që mundi jot mos të shkoj kot. E keni vënë re me dëshirat tona që neve kemi? Nuk e di. Kur duam të blejmë diçka të re. Një bluze, një telefon, çfarë do të lloj gjëje. Mezi presim që ti blejmë. I bleva. Ka të fare. Prishin lek kot. Sepse ti nuk ke atë lloj kënaqësie, atë lloj plotësie. Neve shpesh herë këtë lloj kënaqësie, këtë lloj plotësie shpirtërore, ne përpiqemi që ta gjejmë te gjërat materiale. Edhe shpesh herë neve kërkojmë akoma më shumë. Prandaj dhe njerëzit nuk ngopin. Në punën tonë, Perëndia do të bënte punime me të duart tona, por në qoftë se ne lejonim Perëndin që të punon edhe të kishim pjesë. Urdhëro këto gjëra dhe mëso këto gjëra, thot Pali tek e para Timoteut kapitulli 4 vargjet 11 dhe 12. Askush mos të shpërfill moshën tënde të re. Por çfarë? Por bëhu shembull për besimtarët në fjalë, në sjellje, në dashuri, në frymë, në besim dhe në delirësi. Mos i vetëm i fjalës, por je edhe një shembull i mirë. E si mund të bëhesh ti një shembull i mirë nëse ti nuk ke Zotin në jetën? Suksesi i vërtet është do të thotë që ti të kërkosh favorin nga Perëndia. Tek vargu 2 i psalmit që neve sa po lexuam, edhe puna që ti po bën, edhe lodhja që ti po lodhesh, nëse ti nuk ndihesh i plot, atëre Perëndia nuk është në jetën. Tek Predikusit kapitulli 2 vargu 26 thuhet, sepse Perëndia i jep njeriu që i pëlqen dituri, njohje dhe gëzim, por mëkatarit i ngarkon detyrën të mbledh dhe të grumbulloj, për t'ia lënë pastaj të gjitha atij që pëlqen nga sytë e Perëndisë. Edhe kjo është kotësi dhe përpjekje për të kapur erën. Si mund t'i pëlqejmë neve Perëndisë, nëse ne nuk e kemi Zotin në zemrën tonë, në jetën? Pra, kur Zoti thuhet tek vargu që i jep njeriu që pëlqen, i jep të gjithë njerëzve që të kërkojnë të ndjekin Zotin,
që kërkojnë, që e kanë lejuar Zotin të jetë pjesë e jetës së tij. Nëse duam të kemi sukses, kudo që të jetë, ku mund të shijojmë frytin e punës tonë, pastaj të kërkojmë të kemi sukses me Perëndin në fillim, në mënyrë që të kemi sukses në fushat tona, aty ku ne kërkojmë të arrijmë, ne duhet të kemi sukses me Perëndin. Ne duhet të kemi një marrëdhënie të shëndoshme me Zotin. Zoti i bën gjërat që të veprojnë, edhe të ndryshojnë, edhe të marrin rrjedhën e vet, shpeshherë edhe sipas lutjes tënde, nëse ti e ke bërë me gjithë zemrën, nëse ti po ke lënë Zotin të jetë pjesë. Gjithë secili prej nesh ka betejë të ndryshme në jetë. Qofshin këto shpirtërore, qofshin këto ana materiale, puno për të arritur, është një betejë për të arritur një mirëqenie më të mirë, është një betejë e përgjithshme gjithë secilit prej nesh. Por ka dhe nga ato sulme që nga njerëz të ligj. Edhe nëse neve duam të kemi një lloj krahasimi, fitoria nuk vjen vetëm nga fuqia, por vjen nga marrëdhënia me Zotin, nuk vjen nga përgatitja. Fjalë të urta kapitulli 2, 21, vargu 31 thot: Kali është gati për ditën e betejës, por fitoria i përket Zotit. Kali atëherë ishte konsiderohej si një kafshë e fuqishme, edhe nëse një ushtri do të kishte kuaj në, domethënë, të shkonte në luftë, do të thonë ajo kishte ajo mbretëri kishte një avantazh shumë të madh. Në kur ishte me kuaj, shkonte me kuaj në luftë. Edhe nëse i keni mbani mend ato filmat që janë kështu, kur shkojnë me betejë me kuaj që kanë atë zhurnën karakteristike, që kuaj duke vrapuar, edhe jo vetëm që ndihet ajo zhurma, por ata ushtarët, kundërshtarët, domethënë ndjejnë dhe ato drithërimën e tokës, sepse aq të fuqishëm. Edhe sa më shumë kuajt afroheshin, aq më shumë ndjehesh dridhme, aq më e fuqishme bëhet zhurma. Por Zoti thot, nuk është vetëm e rëndësishme vetëm ajo, por është dhe të kesh marrëdhënie me Zotin. Mbretit nuk shpëtohet nga një ushtri e madhe. Psalmi 33, vargu 16 dhe 17. Trimi nuk shpëton për shkak të forcës së tij të madhe. Kali është një shpresë e kotë shpëtimi, dhe me forcën e tij të madhe nuk mund të shpëtojë asnjëri nga rreziku. Të thot psalmisti, sepse e merr mençurinë zgjuarsinë nga Zoti. Edhe në shumë raste, në shumë histori që neve kemi lexuar, mësuar në Bibël, kemi parë që ishin shumë pak ushtar, edhe ata që ishin me Perëndin, edhe ata fituan. Keni menduar gjithashtu për adhurimin që neve i ofrojmë Perëndis, a duhet të jetë ky një adhurim për Perëndin apo për ne? Shpeshherë shumë njerëz shkojnë në adhurim edhe vinë në adhurim edhe shpeshherë ankohen, unë nuk u ndjeva mirë, nuk u mbusha, e bëjmë për vete. Por në fakt është që ti të vish të adhurosh Zotin, nëse ti nuk e bën me gjithë zemër, atëherë ti asnjëherë nuk do të mund. Nëse ti e bën që kjo është për mua, atëherë ti është e kot. Pra mundimi yt, pra mundimin që ti po bën, është i kot. Ne duhet vim që ta adhurojmë Perëndin. Po, ne duhet vim që ta falenderojmë Perëndin. Ne duhet vim që ta jemi Zotit mirënjohës. Jo ti themi Zotit çfarë do më japësh ti mua. Harrojmë se çfarë na ka dhënë. Tek Gjoni kapitulli 4, vargu 23, Jezusi i flet gruas samaritane që ishte tek pusi dhe i thot këtë gjë pikërisht këtë gjë. Por vjen ora, madje ajo ka ardhur, që adhuruesit e vërtet të adhurojnë Atin në frymë dhe në të vërtetë, sepse të tillë janë adhuruesit që kërkojnë Atin. Tani duket sikur marrim dhe përgjigje edhe për adhurimin tonë.
Nëse adhurimi ynë nuk bëhet në frymë dhe në të vërtetë, atëhere është e kohë. Është detyra jonë që t'i japim lavdi Zotit. Sepse tek e para Pjetër kapitulli 2 vargu 9, Pjetri thot, por ju thot jeni fisi zgjedhur. Prandaj që vim dhe adhurojmë Zotin, jeni fisi zgjedhur, priftëri mbretërore, një komb i shenjtë, një popull i fituar, që të shpallni mrekullitë e atij që ju thirrri nga therri në dritën e tij të mrekullueshme. Ka adhurim që është shkelje, që nuk është në akordim me fjalën e Zotit. Sakrifica e pabezëve që bëhet për qefin e tyre është një neveri për Zotin, por lutja e njerëzve të drejtë i pëlqen atij. Fjalë të urta 15:8. Ka adhurim që është i kot pa vlerë, bazuar në urdhërimet e njerëzve. Dhe me kot më nderojnë, duke i mësuar doktrina që janë urdhërime nga njerëzit, thot Jezusi tek Mateu 15. Ne jemi duhet të inkurajojmë njëri tjetrin që të punojmë për Zot, sepse edhe mos harrojmë që Zoti kujdeset për të tjerë. Shiko çfarë thotë tek e para Korintasve 15, 28. Prandaj o vëllezërit e mi të dashur, qëndroni të fortë, të patundur, duke tepruar për herë në veprën e Zotit, duke ditur se mundi juaj nuk është i kot në Zotin. Hebrejnë pothuajse thonë të njëjtën gjë te kapitulli 6 vargu 10, sepse Perëndia nuk është i padrejtë që të harrojë veprën dhe mundimin tuaj të dashurisë që treguat për emrin e tij me shërbesën që u bët dhe po u bani shenjtar. Zoti nuk harron. Zoti bekon. Por ama Zoti dhe gjykon. Shpeshherë neve na pëlqen që të kemi bekimin, por që në mënyrë që neve të kemi bekimin e Zotit, ne duhet të adhurojmë me gjithë zemër, në frymë dhe në të vërtetë. Si mbyllje, çfarëdo qoftë puna jonë, çfarëdo qofshin nismat tona, ato kanë për të dështuar, më vjen keq të dekurajoj kështu, kanë për të dështuar nëse nuk janë prej Perëndisë. Dhe neve marrim përgjigjen këtë, në përpara se neve të vëmë një plan në jetë, ne duhet shpenzojmë kohën në lutje. Zoti do marrë kohën, do na e tregojë neve në qoftë se është prej Perëndisë apo jo. Disa pyetje që na bëjnë neve të mendojmë, a do të shikojmë ne tek Perëndia për të ndërtuar familjet tonë? A do të shikojmë tek Perëndia për të na çliruar nga i ligu? A do të shikojmë ne tek Perëndia që të na bekojë punën tonë? A do të shikojmë tek Perëndia që të jetë mburoja jonë dhe mbrojtësi ynë? A do të shikojmë tek Perëndia të na udhëzojë tek adhurimi ynë? A do të shikojmë tek Perëndia që të na japë rritje në vreshtin e tij, me kishën? Kujto pra fjalët e Solomonit 127. Nëse Zoti nuk ndërton shtëpinë, më kot lodhe ndërtuesi. Nëse Zoti nuk ruan qytetin, më kot e ruajnë roje. Është e kot që ju të çojeni herët në mëngjes dhe të shkoni vonë për të pushuar dhe për të ngrënë bukën e nxjerrë me punë të rëndë, sepse ai ju jep pushim atyre që i do. Që e kërkojnë Zotin, të siguruar që puna jonë nuk kondon, ne duhet i lutemi Zotit që të lejojmë që Zoti të lejojë bukurinë e tij mbi ne dhe të vendosi dhe të themelet e tij për një punë me duart tona, pra ne të jemi vegle e tij. Dhe në mënyrë të tillë që në çdo hap të jetës sonë Perëndia të jetë ai që është duke na udhëzuar.